Në seancën e kaluar në këtë parlament është konsumuar një vepër penale nga ana e Ministrit Financave. Ministri Financave Aptas ka treguar që ka aksesuar informacione që lidhen me mua, me familjarët e mi, i ka bërë ato publike dhe i ka përdorur për të më shantazhuar publikisht, sepse kërkoja informacione në lidhje me një skandal që ka të bëjë me 120 milion euro të bankers që nuk është bjerë. Nuk kemi këtu, e keni keq kuptuar. Po flasim për procesverbalin. Keni vërejtje për ndonjë gabim gramatikor apo sintaksor në procesverbal, jo fjalime politike, sepse nuk është ky momenti. Pastaj është drejta juaj kur të vi radha, kur të vinë diskutimet. Unë mendoj, zoti kryetar, që ju duhet të shqetësoheni më shumë për atë që ka ndodhur në këtë parlament dhe jo të merreni me mua për cilën fjalë po e kam marrë kërkoj të flas. E kam fjalën, zoti kryetar, për faktin që ministri jo vetëm më kërcënoi, po përdori dhe një fjalor të shëmtuar për të cilin nuk mban përgjegjësi dhe mungon në këtë proces verbal. Duhet që proces verbali të korrigjohet, mos të shënohet vetëm çfarë thash unë, por të shënohet dhe çfarë tha ai. Nuk mund të vazhdoni në këtë mënyrë duke përdorur kuvendin thjesht sikur ta keni pron private. Nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë. Falsifikoni proces verbalet, falsifikoni mbledhjet e sekretariatit për etikën, merrni vendime në kundërshtim me rregulloren. Ka një rregullore, zoti kryetar, që parashikon që antarët e sekretariatit të jenë 6 dhe jo 5, dhe jo vetëm kaq, po 3 antarë të jenë të majorancës dhe... Sekretaria do bëjë verifikimin e pretendimit ngritur edhe do reflektohet në proces verbal. Ka vërejtje tjetër proces verbalin? Për proces verbalin. Kush? Zoti Berisha. 2 minuta, urdhroni. Zoti kryetar, në proces verbal keni censuruar fjalit të tëra për shkak të tmerrit që keni nga fjala ime. Por ato i kam dëgjuar qytetar dhe nuk është ky qëllimi pse marr fjalën. Qëllimi pse marr fjalën është se gjithë çka lexuat ju aty. Nga e para tek e fundit është një sfidë, është karshillek, është përçmim për protestën e qindra mijëra shqiptarëve të cilët kanë një agjendë, ndër më të drejtën që ka patur ndonjëherë, agjendë që u mbështet fuqimisht nga Parlamenti Evropian dje, agjendë e cila ky parlament nuk mund të ketë trajtojë çështje tjetër përveç agjendës së qytetarëve në protestën më madhështore në historinë e këtij vendi. Ndaj dhe tërhiq rendin e ditës, t'i rikthehemi agjendës, mendoj se ky është detyrimi absolut i këtij parlamenti në mënyrë që të mos përfundojë dhe ky aty ku e meriton sa më shpejt. Zoti Berisha, kjo nuk ishte fjalë për verbalin, ishte fjalë për procedurë. Nëse ndjes. Nëse jo për ty, meqense ngritet një pretendim. Po, në rregull. Nëse keni ndonjë propozim për rendin e ditës, propozim për heqje pikash, ndryshim rendin e ditës, shtim pikash, ju lutem referoju në rregullores. Unë nuk kam autoritet të fshi rendin e ditës, edhe nëse do doja është e pamundur. Respektoni rregulloren, një grup parlamentar, një grup prej së paku 10 deputetësh, mund të bëjmë propozime për rendin e ditës. Nuk jemi këtu në shesh, këtu jemi në një institucion kushtetues. Kalojmë të njoftimet, pra miratohet proces verbali me vërejtjen e zotit Sheja që do të verifikohet, nëse ka pasaktësi do të korrigjohen patjetër. Kalojmë tek njoftimet. Njoftohet se në kuvend janë depozituar 5 projekt ligje nga Këshilli i Ministrave, 4 projekt ligje nga deputet, 3 interpelanca. Titujt e nismave të depozituara mund t'i gjeni në sistemin në sallë, ndërsa materialet në faqen zyrtare të kuvendit. Ju informojmë se nga një grup deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike
Është paraqitur një kërkesë për zhvillimin e interpelancës urgjente me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë lidhur me krizën demografike, migracionin masiv dhe largimin e brezit të ri nga Shqipëria. Nga shqyrtimi i kërkesës rezulton se çështja me këtë objekt ka qenë më parë objekti një kërkese për interpelancë urgjente, e cila është pranuar dhe përfshirë në rendin e ditës së seancës plenare të datës 4/6/2026. Në këto kushte, pavarësisht se interpelanca nuk u zhvillua, çështja është konsideruar e trajtuar sipas rregullores në kuadër të procedurës parlamentare përkatëse dhe rrjedhimisht e konsumuar në kuptimin e rregullores kuvendit. Për sa më sipër, bazuar në 89.3 rregullores, sipas së cilës kryetari i kuvendit ka drejtë të mos pranojë interpelanca për çështje të konsumuara më parë, vlerësohet se kërkesa për zhvillimin e interpelancës të re me të njëjtin objekt nuk mund të pranohet. Në bazë të nenit 89.3 rregullores, kur deputeti kërkues nuk është në një mendje me kryetarin, çështja i shtrohet kuvendit, i cili pasi dëgjon mendimin e deputetit për jo më shumë se 10 minuta vendos me votim të hapur dhe pa debat. Kush do të shprehet lidhur me interpelancën? Zoti Berisha. Deri në 10 minuta. Të nderuar deputetë dhe deputet, të dashur qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë seancë, e cila përbën një akt cinik, një akt të vërtet lufte ndaj atyre 10 mijëra, 100 mijëra qytetarëve që kanë pushtuar rrugë dhe sheshet e Tiranës në mbrojtje të rendit kushtetues, në mbrojtje të ligjeve shqiptare dhe ndërkombëtare, në dhunim të dhunuara në mënyrë flagrante nga Edi Rama dhe klanet e tij me pushtet dhe në podrumet e karteleve të drogës. Janë 18 ditë të papara në historinë e Shqipërisë, kur ndonjëherë shqiptarët nuk janë derdhur në rrugë dhe sheshet e kryeqytetit tyre në emër të asaj përgjegjësie që është përgjegjësia e lartë, më e lartë, pas përgjegjësisë para Zotit, përgjegjësisë qytetare. Qytetarë dhe rinia shqiptare kanë mbushur sheshet dhe rrugët e Shqipërisë absolutisht, jo kur si një lëvizje fashiste, apo antisemite, apo antitrampiste, jo dhe jo. Ata kanë mbushur rrugë dhe sheshet kundër një diktaturë autoritare që shkelmon, që zvarrit, që shkelmon të drejtat e njeriut dhe zvarrit qytetarët paqësor, kundër një diktaturë autoritare që ka ndërtuar në Shqipëri narkoshtetin e vetëm në Europë. A e kuptoni ju si jeni tani? Unë shoh ku i keni pozicionet në piramidën e narkoshtetit ju. Se janë trafikantët, janë biznismenët, por në krye jeni ju,
A e kuptoni apo jo? Se çfarë ndodh? Pse janë ata njerëz në shesh? Pse janë ata? Vetëm Gjika me Alin kanë vizur 50 ton kokain. Të paktën 7 miliard euro. A i shifni ju ndërtimet dhe një gjoj do të them një gjë këtu. A e Altin Toplini ta dini këte, në dosjen e Sali Berishës ka krye aktin, njëri për akteve më të ulta që mund të kryej një hetues. Ka publikuar, ka bërë publik emrat e 3 fëmijëve me autizëm. Asnjë nën, asnjë baba nuk do donte kur të shihte emrin e fëmijës tij me autizëm në mediat e vendit. Dhe pse i publikoj, thoni ju? Sepse vajza dhe djali im sponsorizonin familjet e atyre që si njëtin fare, po i paguonin shpenzimet në qendrën e autizmit, të cilën e drejton bashkëshortja ime, dhe këte e drejton për 20 vitesh pa asnjë shpërblim. E drejton vullnetarisht. Dhe këte ky Dumani i juaj e konsideronte konflikt interesi dhe korrupsion, se po paguonin 3 fëmijë. Fëmijët e mi, 3 familje të, si që paguajnë shumë biznismen dhe familje tjerë, njerëzit të nevojë. Kurse tani, ky Duman, që mund të vesh 100 epitete, po se prishgojnë, fsheh emrin e Engjëlla Gaçit, fsheh emrin e Olsi Ramës, fsheh emrin e Damian Gjiklurit, të cilët ishtin delegata e tij. Damian, tani edhe po s'ke qenë të gjithë për t'ju thonë. Bëj besë sa të duash të nuk ta besojnë. Jo, nuk ta besojnë, Damian, se ka mund fajnë. Pra, fsheh emrat e këtyre, dhe ata janë me fotografi, janë me film, janë me video, janë me zë. Shikoni tani. Dhe kush është tani fashisti? Kush është stalinisti? Qytetari që proteston në rrugë për të drejtat themelore, se pa që një qytetar që u zvarrit sikur të mos ishte njeri, qytetari që proteston në rrugë, sepse në një dosje, në një zonë të mbrojtur, dosja ka zero transparencë, sepse kërkon të shohë insinatorin e Tiranës dhe nuk e gjen kumë, sepse kërkon të shohë impiante ujrave të zeza të Tiranës dhe janë $120 milion të zhdukura, sepse kërkon të di si u bë Edi Rama me sarajet 720 metrat themelet gjata, më të gjata se presidenca e Republikës, dhe kopshtin 8500 metër. E kuptoni apo jo? Dhe ai zhduket në parlament. Dhe këta mbrohen, dhe du them tjetër, qa po bëjnë? Belindën po e përgatit për arati. Cili nga ju ka shoqërua Belindën? Cila nga ju? Në skafe, në udhëtimet e saj në Greqi me skafe? Do dilni, se kujtoni ju se deti nuk ka sy.
Edhe deti ka sy. Ja u themur ju. Dhe ai po pret të kaloj dhe pak që ta arratis Belindën. Ndaj dhe skapi i partisë nuk e sjell. Bën sikur e sjell, po jo nuk e sjell mandat arrestin e saj për s'dyti. Jo, rrënit qetë, nuk e keni këtu. Nuk e sjell, se ajo po përgatit me ikë, a më thonë. Ku e keni Argaçin? Ku janë? Ku është Endri Fuga? Ku janë? Ku i keni të arratisurit? Ata që po protestojnë janë herojt vërtet. Ata janë herojt e vërtet të këtij populli. Dhe lëvizja e tyre, ai të fshihet, se s'vjen parlament. Të fshihet. Dhe ju mashtroni. Ju them unë ju. Mendoni se Parlamenti Evropian jo i një damkos. Mos gënjeni shqiptarët. Sigurisht, amandamenti që atakonte presidentin Trump nuk u lejue, edhe i përgëzoj ata. S'është lëvizje anti-Trump kjo. Kjo është lëvizje për shtetin ligjor, për transparencen, për ligjin ndërkombëtar. S'ka asgjë të përbashkët as me anti-president Trump, as me anti-zionizëm, as me asnjë nga këto. U përpoqe Edi Rama t'ja jap të gjitha. Përfundoni fjalin, ju lutem. Kam 3 minutat e lexoje të procedurës. Pra, jo nuk kemi të procedura, përfundoni fjalin. Mbaroj koha. Zotëri dhe njerë, të nërpresim çdo gjë, të merremi me kërkesat dhe Parlamenti Evropian kërkon me urgjencë tërheqjen e ndryshimit të ligjeve që janë bërë në këtë parlament. Kërkon moratorium për çdo leje të re dhe për çdo veprim të ri pas se të ndryshohet ligji. Faleminderit. Ka vetëm një emergjencë. Mbaroj kohën. Kalojmë në procesin e votimit. Mbaroj koha, ju lutem. Mbaroj koha, zoti Berisha, ju lutem uluni të vijojmë me procesin e votimit. Ka kohë, më le mos e... Kalojmë procesin e votimit, zoti Berisha. Votimi i hapur me karton.